Hajde! Ashtë figur serios. Ka nisur të nderuar shikues pjesa e dytë e ndeshjes. Shiroka dhe Beslidhja. Pjesa e parë është mbyllur me shifra të barabarta 1-1. Në pjesën e dytë tashmë skuadrat kanë ndryshuar edhe pozicionet në fushën e lojës. Ekipi Shirokas është sposuar në krahun e majtë të ekranit tuaj me kostumin blu me vijat bardha, ndërkohë që ekipi Lezhjan është në krahun e djathtë me uniformat portokalli dhe me shirita të kuq dhe matët kuqe. 1-1 është rezultati i takimit me 2 gola të shënuar në start, në të 6-ën Dulaj, në të 8-ën Kansase për Lezhjanët. Kujtojmë që në pjesën e parë, në formacionin e Beslidhjes, u dëmtua njëri prej futbollistëve kryesor, kapiteni Abbas Karakaçi, cili u transportua në spitalin rajonal të Shkodrës për ndimin e shpejt. Kruja Sëri Kruja në ekranun e djathtë, top tek zona Shirokase. Sërish mi Kruja. Kros, tjetër e kros, por përsëri e largon rrezikun Shiroka. Beci. Leka për Shiroken. Ka kaluar tek Olamike, më i rrezikshëm, futbollisti më i rrezikshëm në rradhët e Shirokës. Pastaj është Dulaj. Bebezici. Në Lezhjanët me Krujen. Aí, mire, ka fotografi. Bebezici për Shiroken. Top në thosi për Olamiken, por topi sposohet për Leken në krahun e majt. Këtë sulmi Shirokës, Dula i kemul në krahun e majt, fundore për Beslidhjen. Beci për Lezhjanët.
Nate, Nate! Që mbullë Raboshta në dy momente rrallëzi. Vucaj. Aksion i shpejt i Shirokës për Dulajn. Ishte Ruçi me këtë top në dres të Dule që nuk arrin të azotroj. Hajde, bravo. Leka, futur në zonë, që mbull Olamike, përsëri Shiroka ke mbull. Largohet rreziku për momentin, është Raboshta që rrotullohet së bashku me topin. Vazhdon rezultati i barabartë, Shiroka 1 dhe Beslidhja 1, jemi në pjesën e dytë të takimit. Pritet një ndërrim në këto momente. Ajmane. Dhe Shiroka pretendon për një prejkje me dorë të topit, por gjyqtari i takimit Lata nuk është i këtij mendimi. Ishte një kebullje në zonën e Beslidhjes. Vucaj ka arkuar tek zona e Beslidhjes me kokë, tenton Ruçi. Topi për Beslidhjen. Shikojmë teknikun Elvis Flori që kërkon hilen duke dhënë një orientim diçka për të ndryshuar në fushën e lojës. Kërkohet gati ndrrimi. Gati ndrrimi për ekipin e Beslidhjes. Ajmane zëvendëson në Becin. Beci bëri mjaft mirë në pjesën e parë, duhet ta pranojmë. Por ky zëvendësim mund të jetë edhe zëvendësim taktik i trajnerit Flori. Vazhdon Baraspesha në rezultat 1-1. Raboshta. Ruçi nga krahu i djathtë, numri 19 i Shirokës. Hajde, stëngjo! Bravo! Hajde! Bravo! Ledi Dibra vërtet me kokë, ke ngull Shirokë Beslidhja në krahun e majt, për Julka i portieri i Beslidhjes shtrehet një plan zhon tokazi dhe zotron topin me shumë saksi. Për shumë javë ka qenë ndër portierët më të sigurt të kategorisë dytë, duke mbajtur të pa prekur rrjetën e portës së Shirokës.
Vucaj. Nisë aksioni Shirokas, Leka, Peku. Një Leka, për ka ndërhyrë Lezhanit e kanë marrë topin dhe Stehila që nisë një diagonale për Raboshtën. Topja vjen nga vjanësore për ekipin Lezhan. Kem hull Beslidhja, gjutje përdorur nga Bega. Del Huqe gjutje e ti. Arsit Kruja nga Krau i Djath, lojtari i 11 qes më të mirë të superiorës së vitit kaluar. Tashme në dispozicion të teknikut Elvis Plori. Ktheve fytyr gatovi, hajde! Bravo, Lino, bravo, hajde quna! Vazhdon Baraspesha në rezultat 1-1 këtu në stadiumin Rashid Rusi të Shkodrës. Shiroka 1 dhe Beslidhja 1. Golat janë shënuar në startin e pjesës parë të takimit. Vucaj gabon në këtë momentin pas duke kërkuar të fonezoj Dulejn, autorin e golit avantazhit për skuadrën e Shirokës. Temja. Bravo. Shkoj! Dulaj për Vucajn. Bega, mjaft mirë për Raboshtën e Krahun e Majt, i cili futurim të kalon tek zona e Shirokës del Julka, i portieri i Shirokës dhe e zotron në këto momente pas ke mulljes e skuadrës lezhjane. Hajde! Do i parë! Vazhdon Baraspesha 1-1 me përpjekjet e të dy skuadrave për të gjetur golin e avantazhit, golin e dytë, por pa arritur qëllimit. Një derbi i kategorisë së dytë, një derbi verior, Shiroka debutuese nga kategoria 3, e cila është bashkëkryesuese me pikë të barabarta me Beslidhjen. Florileka është në këndin e Majt Korës duke kryesuar të top në zonë. Ruçi ka shkaktuar fall. Ruçi ka luajtur për ekipin e Beslidhjes për disa vite, po ashtu edhe Kledi Dibra, të cilët tashmë janë pjesë e ekipit Shirokës. Lurkaj, Dibra, Ruçi. Bezici ka nisur mjaft mirë atje, Dulaj në Krahun e Majt, atje Dulaj, manevrovat e tij, Dulaj kërkon të shmangë një futbollist lezhjan, është ndërprer me faul, gjyqtari Lata ka vërshëdhyer
në favor të ekipit Shirokës, një goditje dënimi në kufi të zonës së Rrepsis. Një mundësi ideale për të rrezikuar në portën lezhjane. Si zakonisht vuta dhe dula janë pranë topit ato që marrin përsipër të ekzekutojnë të tilla goditje dhe kam bindjen se do të jetë vuca ai që do të harkojë me djatën ndoshta direkt në tek porta. Ashtu ka bërë. Ka tentuar ta dërgoj tek porta lezhjane për të devijuar topin në vijën fundore. Tjetër goditje këndi për ekipin e Shirokës është Vucaj pranë topit. Kros në zonë. Atje ku është edhe Dibra, ka lënë prapavijen Shirokase për të rrezikuar me shtatlasinë e tij. Kros tjetër dhe Leka ka shpërdoruar Flori Leka një mundësi të hartë të ekipit të Shirokës për të kaluar në avantazh. Drithërima tek zona lezhjane. Flori Leka ishte shumë pranë golit të avantazhit, por nuk ishte sakt në goditjen në finalet e topit. Ruçi. Vucaj mes tre fanelave të vëshëdhim e latës në favor të ekipit lezhjan. Temja, përsëri Temja, shtatlarti i qendrës së ekipit lezhjan, Temja. Temja prapa tek portieri i tij. Ka një pressing në të momente nga ana e Shirokës. Dibra me kokë është një dëshirë më e madhe. Një kemullje më e madhe Shirokës për të sulmuar, por tashmë është beslidhja me Raboshtën. Një gjuhetje perfekte për akrobacie e portierit Julkaj, që ka grështuar dhe vjen dhe sinjali i gjyqtarit ansor, duke sinjalizuar pozicion jashtëloje. Hajde! Hajde Aymen! O pegë! O pegë! Baba, ti Ka shkuar edhe Temja tashmë tek zona Shirokase për shfrytzuar këtë harkim të pritshëm të kryes nga krahu i gjatë, goditje dënimi për lezhjanet. Kros në zonë, largohet nga Ruçi për kemull Bega. Do pritet në gjithën fushën e beslidhjes, ka dalë me kokë portieri, porta është e boshatisur. Hajmane. Temja. Kruja avancon drejt gjithën fushës Shirokase, largon Ruçi. Rrite topi para! Junior! Kruja. Në thosi për kolegët e tij ka ndërhyrë Dibra.
Përse Dibra, shtatlarti I Shirokës, mjaft I sigurt të lojë në ajër. Shtatërsia ati e ndihmon jo pak. Vazhdon para shpesha të ndëruar shikues të Verio Sport që pëndishti drejt për drejt të ndeshje nga stadiumi Reshit Rusi I Shkodrës. Shiroka 1 që ka shënuar e para në minutën e 6 të pjesës parë dhe Beslidhja 1 që është kundër përgjigjur 2 minuta pas golit të Shirokës. Samet Ruçin e krahon në djath. Drabeja. Nis aksioni I skuadrës lezhjane me Kruje në krahun në djath dhe Kruja e proponon mjaft mirë topin dhe nis një top në fundorin e djath. Tjetër krosi I Begës tek zona Shirokës, e largon Ruçi. Leka Vucaj me kokë për Ruçin. Faul në favor të ekipit të Shirokës. Oj, ta vjedhër, bur, ta vjedhër! Ska më taktik! Zëmtuar paksa Ruçi, por është ngritur. Hajde, çuna. Dhe loja me këtë shkelm të Tedi Dibrës kalon në gjysmë fushën lezhjane. Është Ola Mingës që nuk arrin ta përpunojë, shpërdoron këtë mundësi. Lezhjanët që kërkojnë në të momentet të rrezikojnë për flamuri I gjyqtarit anësor, ka ndalur aksionin. Hajde, Toj, hajde. Hajde, Toj, hajde, hej! Dullaj, gjithje Dullaj! Një rrjetë e jashtme. Dullajt një majtë e ti me të vërtet potente. Gjenë në befasi prapavijen lezhjane. Faza interesante të ndëruar shikues në këtë ndeshje të sotme, ku të dyja skuadrat po këmbgulin, po luajnë me ritëm të lartë. Hila top në zonën Shirokës, por pozicion jashtë loje përsëri për Jasmin Raboshten. Hajde, Toj, hajde, çuna. Hajde me. Bravo, hey. Faul. Dëshuar me karton të verdh, Iron Vuce, pastaj
ndërhyrjet e pa rregullt në dëm të futbollistëve lezhian. Ishte Kaceli me numrin 24 që fitoi këtë goditje dënimin e favor të ekipit të tij. Vucaj reagon ndaj këtij reagon ndaj arbitrit për të karton të verdh. Arshit Kruja është me topin, është pranë topit për ta ekzekutuar të goditje standarde, rreth 30 metra larg portës së mbrojtur nga Lulkaj. Po shikosh bura 5 metra, i mos i gjuj. Mos i gjuj. Mos i gjuj fare. Ke 3 metra murin. Po prove shtyp pak. Shtyp për murin. Late ke 5 metra. Arshit Kruja thraston në zonë me kokë Dibra, largohet rreziku. Ka një dëmtim mes dy futbollistëve, kërkohet ndihmë shpejt. Po 5 metra muri, po pol një fije, po të për të çuar gol duket. Po 5 metra muri. Po 5 metra muri, po fillojnë në fund. Po ti mund të dalloj apo të çuaj unë? Të dalloj, ka 300 metra. Ti të dalloj mos ama me salon manel, bile ka problem më të tij. Apo po një prapë, diu çfarë. Zemër të dalë, dhe ja tyre. Hajde, Kune, hajde! Një moment i mirë për ekipin lezhian me këtë goditje dënimi, kur është Kruja dhe Hila pranë topit, por do të jetë Kruja autori i ekzekutimit të kësaj goditje. Dënimi pozicion ballor i përshtatshëm për të tilla mundësi që Kruja ka arritur të shënoj kur ka luajtur me Vllaznin, me Teutën apo me skuadrat e tjera. Është dhënë lata, Kruja ka gjuetur, por këtë radhë topi nuk ka qenë i rrezikshëm për portën Shirokase. Ndërrim tek Shiroka, do të largohet Leka. Hajde Tuna, hajde me uli, mama daja! Hajde Ajmen, hile! Hajde Ema! Hajde men, dale Gatel, hajde! Në lojë është numri 17 Hasaj që ka zëvendësuar Leken. Bravo Bege, hajde hile! Raboshta ka nisur kolegun e tij, por ndërhin me njëherë Dibra. Bravo Len! Topi për Shirokasit. Ruçi. Hila, mundësi për Raboshtën në krahun e majt. Mbulohet rrept nga Dibra. Pastaj Ruçi. Aksioni për lezhianët, Hila mjaft mirë në zonë dhe ka gjuajtur.
Puç, një rast shumë i pastër për lezjanët që shpërdorojnë një mundësi të artë të tyre dhe në pakinën lezjane nuk i besojnë syve kur aksioni i tyre është shpërdoruar. Merë! Hajde, Gjune, hajde! Hajde, Taja! Hajde, i parë! Një ndeshje të ndëruar shikues shumë e dy luftuar, vazhdon baraspeshat që në startin e takimit kur jemi tashmë në minutën e 75, rezultati 1-1 me të dyja skuadrat që kërkojnë të shënojnë dhe të kalojnë avantazh për të marrë 3 pikëshën dhe të shkëputën në krye të tabelës së klasifikimit. Pak çaste më përpara ishte Beslidhja që shpërdoroi një mundësi të artë për të kaluar në avantazh. Pak më herët ishte edhe Leka për Shirokën që ishte fare pranë golit. Karton i verdh duket në dëm të Drabes. Hajde, vlerësojmë, hajde! Hajde, Ema! Hajde! Kruja si zakonisht në ekzekutimit të goditjeve të dënimit për ekipin Lezhjan Beslidhja. Kemi Krujës tek zona Lezhjane, kemi ullë Ruçi me kokë. Hila. Ajmane. Temja. Bega në ekranin e djathtë. Një Bega ka dhe një top në thellësi për kolegët e tij, por e çetrojnë Shirokasit, të Vucaj, që nisu Lamikën. Hila nuk arrin të zotroj topin. Drabeja, numri 6. Dulaj. Bebezici kërkoj Ruçi një top në zonë, një mundësi e mirë e Shirokasve, por nuk arrin. Është Beslidhja që zgjidh gjithçka, duke nisur aksionin e favor të saj. Është rritur së tepër me ritmi i kësaj ndeshje, për vetë faktin se të dyja skuadrat i kanë objektiv fitoren. Shiroka vendas e kërkon të marrë 3 pikëshin për të udhëhequr vetë me tabelën e klasifikimit, ndërkohë që Lezhjanët kanë ardhur në Shkodër me objektiv marrjen e 3 pikëve. Përsëri është Arsik Kruja me këtë mundësi të shërbej për kolegët e tij. Krosimi Krujës. Faul në sulm i ekipit të Beslidhjes. Dhjetë minuta nga fundit të ndëruar shikues, pa llogaritur kohën shtesë, baraspeshën në stadiumin Rashid Rusi, Shiroka 1 dhe Beslidhja 1. Portieri Lulkaj i Shirokës ka kaluar të top.
Drabeja e majta e tij për Dulaj. Faul në favor të ekipit Lezhjan Beslidhja. Hajde! Ruja top në tësi. Raboshta arrin të marrë të top dhe faul. Ishte Hasaj që ka shkaktuar këtë faul në dëm të Beslidhjes. Hajde tani. Kapa ne, kapa ty. Sërish Mirësit Kruja, protagonistit e gjitha goditjeve standarde të ekipit Lezhjan, numri 14. Kruja harkon në zonë, momenti rrezikshëm. Lezhjanet pranë golit dhe ka shpërdoruar tjetër mundësi ideale Ardit Hilla. Shtohen rastet për Beslidhjen, e ka arritur në këto momente, e ka arritur presionin skuadra Lezhjane për të gjetur golin e avantazhit. Janë minuta më të mira për skuadrën Lezhjane dhe do të kemi duket një karton të verdh. Është dëshkuar Matias Tatangelo, tekniku i Shirokës, për protesta ndaj arbitrit. Lata ka ndëshkuar me karton të verdh. Hajde, go! Dibra. Beja me kokë. Vucaj. Drabeja nis të aksion nga këta hoj majt me një top drejt Ola Minkes. E ka zotruar me pas dhe Erion Vucaj që ka fituar këtë faul në dëm të ti i shkaktuar nga Bega. është një mundësi e mirë për Shirokën që të kërcënoj portën Lezhjane. Ashtu si që parashikua dhe me herët, kjo supersfit po justifikon forcën e dy skuadrave që bashkëkryesojnë grupin A të kategorisë 2. Vucaj pranë topit, ka harkuar në zonë. Raboshta e largon në fundore goditje tendore për ekipin e Shirokës. Erion Vucaj është në këndin e djathtë të sulmit Shirokës. Kros në zonë. Përpishet atje Ruçi, por nuk arrin qëllimin sepse largohet topi nga Lezhjanet. Kopin në zonën Lezhjane. Përpjekje ajrore nga të dy skuadrat, faul. Faul në favor të ekipit të Beslidhjes. Nuk kemi ndryshim nga të dyja kampet respektive, Shiroka dhe Beslidhja. Ajazi për Beslidhjen, vjetë loj. Dhe Musaraj për ekipin e Shirokës, pikërisht Musaraj, ai që shënoi
në Puk në javën e kaluar, në barazimin që arriti Shiroka përballë tribunit vendas, është pikërisht Musaraj që në këto momente do të jetë në lojë. Topin e gjysmë fushën Lezhjane, kem gull Shiroka në të momente, Vucaj, dhe shkaktohet një faull është e Hila. Ardit Hila që shkakton një faull do është edhe të panevojshëm, por që i jep shansin Shirokasve në këtë moment për ta shfrytzuar një gjë të tillë, kur pranë topit është Vucaj. Grumbull fanelës të dyja skuadrave tek zona Lezhjane, Vucaj rreth 20 metër larg portës Lezhjane, pozicioni prirët. Janë momentet e fundit të takimit. Erot Vucaj pranë topit, pritet vështrima e Latajs, ka vështruar Vucaj, topi i tij përplaset tek futbollistët miq nga Lezhë. Dhe vazhdon të mbetet fuqi baraspesha 1-1, tashmë mundësi e Lezhjan, një topi gjatë ka dalë portieri Lulkaj. Një topi i rrezikshëm. Hadi yine. Hadi. Edhe 3 minuta të ndëruar shikues të Veriu Sport që pendishti drejt për drejt të ndeshje nga stadiumi Reshid Rusi, edhe 3 minuta nga fundi, koha e rregullt. Baraspesh 1-1 rezultati që është fiksuar në fillimin e ndeshjes. Tashmë është Hila për Lezhjanet në krahun e djathtë që kroson për Raboshtën. E arrin Raboshta, po ka shqetësimin e Ruçit. Moj aty, Topi për Shirokën. Aty moj. Ka çel Vasilin me doj. I moj aty, hajde, ajmen. Tago. Do! Asem! Jeve mua dorë, më busha është i qare, më bu. Vucaj, Drabeja, nis aksioni Shirokës për dulen, por është Musaraj, po, me ndihmon dhe me korrizon kolegu im Marenglen Zhivanaj, gazetari minjor i Star Plus, i cili është tu pranë me, duke ndjekur, duke shijuar këtë ndeshje, është Musaraj ai që dhe tashmë momenti rrezikshëm, Shiroka me Musarajn pranë golit të avantazhit. Me herët ishte beslidhja pranë golit të avantazhit, tashmë skenat zvendosen tek porta e beslidhjes, shpëton për mrekulli ekipi Lezhjan, mbetet në fuqi baraspesha 1-1, rinur Peko në të momente për ekipin e Shirokës që ke mgull. Është 2 minutë i fundit i krejt ndeshjes dhe Shiroka ke mgull, pra duket se objektivi i saj është vetëm 3 pikëshi dhe për vetë atë çfarë po çfarë në fashën e lojës, Shiroka nuk është e kënaqur me barazimin, kërkon të shfrytëzoj këto momente të fundit të takimit. Bebezici për Ruçin, gjithnjë Ruçi.
Kërkon të futet në zonë, por nuk ka faul për gjyqtarin e takimit. Ferran Lata, Dibra. Ka përfunduar koha e rregullt. 3 minuta shtesë. 3 minuta shtesë nga gjyqtari i 4. Janë 3 minutat vendimtare të kësaj ndeshje për të fiksuar dhe rezultatin përfundimtar, kur deri në këtë moment është i barabartë në shifrat 1-1. Temja Të fut bush zemër, hajde. Fal. Edhe 2 minuta nga fundi thekson dhe delegati i ndeshjes. Hajde! Për tje i Lulkaj, në këtë ekzekutim të fundit jemi në kohën shtesë. Kalojnë sekondat dhe futemi dal nga dal tek minuta fundit e shtesës, ku pritin ndonjë surprizë nga të dyja skuadrat për ta shfrytzuar këtë minutë të fundit të shtesës. Drabeja nga krahu i majt për Shirokën e kroson tek zona lëzhjane me kokët e Hasaj. Kërkon penalti skuadra Shirokës, por nuk ka zë për të vërshëdhyer gjyqtari i takimit të Lata. Dibra e ka larguar topin jashtë vijave kufizuese, ka një ndrim në këto momente, pritet një ndrim të kampi i Shirokës. Bosh me topi. Ajme. Thank you. Hajde. Okay. Hey, go inside and take the ball. Do të largohet Bebezici, Klevis Bebezici, ndoshta ndër më të mirët sot në fushën e lojës. Kanë i parë për Klevis Bebezicin, i cili mbajti një peshë madhe në mesfushën e Shirokës. Mundësia fundit e ndeshjes, ndoshta është ky aksion i lezhjanëve në limitin e kohës shtesë, e shpërdoron Beslidhja dhe ka mundësi tashmë Shiroka të këto sekondat fundit të shfrytëzojë me të kondicion nga krahu i majt gjithnjë Shirokasit. Vazhdon loja, ka lejuar lojën në avantazhit dhe Musaraj ka pozicion jashtë loje, ndërpritet kjo aksion dhe tashmë ndoshta është momenti i vërshëdhimit përfundimtar dhe vjen 3 herë vërshëdhima e gjyqtarit kryesor të ndeshjes Ferran Lata, që mbyll super sfidën e kategorisë së dytë, java 10 e grupi A, barazim në duelin Shiroka Beslidhja 1-1, që të dy golet janë shënuar në pjesën e parë, fillimisht nga Dulaj dhe me pas nga Lezhjanët, të cilët e mbyllin këtë takim në barazpesh dhe vajvion bashkë kryesimi i këtyre dy skuadrave. Beslidhja në sajt e golevrazhit vazhdon të jetë në vend të parë dhe me pikë të barabarta është Shiroka në vend të dytë. Nga unë Gaspar Marko, të nderuar shikues, përshëndetja përmbyllëse nga ky transmetim i gjatë me 2 pjesë të drejt për drejta nga stadiumi Loro Boriçi. Ju falenderoj për vëmendjen, miru takosh në të tjera transmetime nga qyteti i Shkodrës. Stadiumi Loro Boriçi,